Radio 1 ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. 2 fjalë mbi budallënjt. Në revistën E Risale gjeta një artikull mahnitës mbi komunizmin, të shkruar nga Zejati. Rusët dërguan një anije kozmike në hapësirë dhe kur u kthye, njëri nga astronautët u citua në gazetën Pravda duke thënë: "Ne u ngjitëm në qiell dhe nuk gjetëm aty as Zot, as parajs, as sfer, as engjëj." Në përgjigje të kësaj, Zejati shkroi: "Vërtet të çuditshëm jeni, o budallënj të kuq. A kujtoni se do ta shihni Allahun mbi arshin e tij me sy? A keni guximin e qartur të mendoni se do t'i shihni hyrit e xhenetit duke ecur për rrotull veshur në mëndafsh? Apo se do ta dëgjoni gurgullimën e keutherit? Apo se do t'i merrni erë djegësirës atyre që dënohen në xhehenem? Nëse vërtet keni kujtuar kështu, atëherë humbja juaj është e hapët. Ajo që më vjen ndërmend si shpjegim për devijimin, kuturisjen dhe marrëzinë tuaj është komunizmi dhe ateizmi në kokat tuaja. Komunizmi është një ditë pa të nesërme, një tokë pa qiell, punë pa fund dhe zvarritje vazhdueshme pa rezultat. Disa ajete kuranore pohojnë: "A mos mendon se shumica e tyre dëgjojnë apo kuptojnë? Ata janë si kafsh. Jo, madje ata janë edhe më të devijuar nga e vërteta. Ata kanë zemra me të cilat nuk kuptojnë, sy me të cilët nuk shohin dhe vesh me të cilët nuk dëgjojnë. Dhe atë që Allahu e poshtron, askush nuk mund ta bëjë të nderuar. Veprat e tyre janë si mirazhi në shkretëtir. Veprat e tyre janë si hiri, mbi të cilin fryn errat furishëm në një ditë me stuhi." Në librin Fe e mangësive, El-Akadi shpërthen kundër komunizmit dhe premisës së tij të gënjeshtër të ateizmit. Shpirti që është i shëndosh e pranon këtë fe të vërtetë të Islamit. Sa për ata që e kanë mendjen të gjymtuar apo ide të ulta dhe dritë shkurtra, atyre u shkon për shtat të jenë ateist. Duke cituar Kuranin, zemrat e tyre janë të vulosura, ndaj edhe nuk kuptojnë. Ateizmi është vdekje prurës për të menduarit njerëzor. Ai është një ide aq e largët sa çdo ditë imagjinare që mund të përfytyrojë një fëmijë dhe është një gabim i pashoq në historinë e gabimeve. Ja përse Allahu thot: "Si, a mund të ketë dyshim për Allahun, krijuesin e qiejve dhe të tokës?" Kjo do të thotë se s'duhet patur as edhe një grimc dyshimi mbi këtë çështje. Ajo është absolutisht e qartë. Ibn Taymije ka thënë: "Ekzistenca e krijuesit nuk është mohuar haptazi nga askush përveç faraonit. Madje edhe ai e pranoi atë brenda vetes. Ja përse pejgamberi Musa tha: Vërtet, ti e di se këto shenja nuk i zbriti kush tjetër përveç Zotit të qiejve e të tokës që i bëri të qarta. Dhe unë besoj se ti, o faraon, pa dyshim je i shkatëruar." Pastaj në fund, kur ishte tepër vonë, ai foli, duke zbuluar ç'kishte në zemër: "Besova se nuk ka Zot tjetër veç atij që i besuan bijtë e Izraelit, dhe unë jam nga muslimanët, të nështruarit ndaj vullnetit të Allahut." Besimi është rruga drejt shpëtimit. Besimi në Allahun e lartësuar dhe fuqiplot dhe dorëzimi i çështjeve tek ai janë 2 mënyra që e largojnë patjetër ankthin dhe shqetësimin nga jeta e njeriut. Ajeti kuranor thot: "E çështjen time ja besoj Allahut." S'ndodh asnjë e keqe, veç se me caktimin e Allahut. Dhe kush i beson Allahut, ai ja udhëzon zemrën atij. Allahu do e udhëzoj zemrën që e kupton se një fatkeqësi vjen nga kaderi i Allahut. Dhe e heq nga ata barën e rënd të tyre
dhe prangat që ishin mbi ta. Disa autor të shquar perëndimor, si Kersi Emerson, Alexis Carrel, Dale Carnegie dhe të tjerë, e pranojnë haptazi se shpëtimi i perëndimit materialist dhe vetëshkatrues qëndron tek besimi në Zotin e lartësuar dhe të madhëruar. Ata janë të mendimit se arsyeja e dukurisë gjithnjë e më alarmuese të vetvrasjes është ateizmi dhe mungesa e besimit në Zot. Ata që largohen prej rrugës së Allahut i pret dënimi i rënd, sepse e harruan ditën e llogaridhënies. E kush i përshkruan shok Allahut, është sikur të kishte rënë nga qielli e ta kishin rrëmbyer shpendët, ose sikur errat ta kishin hedhur në një vend të humbur. E përditshmja Shark El Eusat botoi një intervistë të gruas së ish presidentit amerikan George Bush më 1994. Aty ajo pranon se ka kryer më se një përpjekje për vetvrasje. Njëra kishte konsistuar në marrjen e frymës dhe tjetra në rrëzimin me makinë në Humner. Kuzmani mori pjesë në betejën e Uhudit por krah muslimanëve. Ai luftoi trimërisht dhe me zjarr. Njerëzit thirrën. Për të janë bekimet e parajsës. Pejgamberi tha: pa dyshim, ai është prej banorëve të skëterës. Pse? Sepse kur plagët e tij u rënduan, në vend që të ishte i durueshëm, ai ja mori jetën vetes me shpatën e tij. Disa vargje kuranore pohojnë. Ata veprimi i të cilëve shkoi kot në këtë jetë, menduan se po arrinin mirësinë me veprat e tyre. E kush ja kthen shpinën udhëzimit tim, do të ketë jetë të vështirë dhe në ditën e Kiametit do ta ringjallim të verbër. Muslimani nuk i hyn në rrugës së vetvrasjes, sado rënduese të jenë hallet e tij. 2 rekate namaz të kryera me përulje dhe përqendrim pas marrjes së abdesit e sigurojnë largimin e ankthit dhe shqetësimit nga jeta juaj. Prandaj bëhu i durueshëm ndaj asaj që thon ata, dhe duke falendëruar Zotin tënd, falu para lindjes diellit dhe pas perëndimit të tij. Falu edhe në orët e natës dhe në skajet e ditës, që të kënaqesh me shpërblimin që do t'i jap Allahu. Kurani përmban një pyetje të thellë e të fuqishme për të devijuarit. Ç'është kështu me ta që nuk besojnë? Çfarë i bën ata të shmangen nga besimi kur provat dhe argumentet janë sheshit? Ne do t'ua dëftojmë atyre shenjat tona ndër horizonte dhe në vet ata, gjersa t'u bëhet e qartë se ai, Kurani, është e vërteta. Kjo do të thotë, t'u bëhet e qartë se pejgamberi Muhammed është i besueshëm, se vetëm Allahu meriton të adhurohet dhe se Islami është një fe e plot, një kod jetese që meriton me të drejtë të përqafohet nga tërë bota. E kush ja dorëzon veten Allahut, duke qenë punë mirë, ai është kapur për lidhjen më të sigurt. Edhe jo besimtarët janë në nivele të ndryshme. Në kujtimet e tij, Moving Ahead, George Bush përmend se ai kishte marrë pjesë në varimin e Brezhnevit, presidentit të Bashkimit Sovjetik të atëhershëm. Bush thot: varrimi mu duk i errët dhe i ligësht, i zhveshur nga besimi dhe shpirti. Ai flet kështu sepse është i krishterë, ndërsa ata janë ateist. Një ajet kuranor thot: dhe do të vëresh se më të afërmit si miq për besimtarët janë ata që thanë: ne jemi të krishterë. Vëreni se ndonse i devijuar, ai ishte në gjendje ta dallonte gabimin e tyre. Kështu çështja bëhet relative. Sa ndryshe do të ishin gjërat sikur ai ta kishte njohur dhe kuptuar Islamin, fenë e drejtë të Allahut. E kush kërkon fe tjetër përveç Islamit, atij nuk do i pranohet kur, dhe në përjetësi ai do të jetë nga të humburit. Ndërsa ata të cilëve u janë zbardhur fytyrat,
Ata do të jenë në mëshirën, xhenetin e Allahut, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Vullnet i hekurt. Një student nga një vend mysliman shkoi në Londër për studime. Ai u vendoste një familje britanike për të ushtruar më mirë gjuhën. Ai ishte besnik ndaj parimeve të tija fetare dhe zgjohej herët çdo mëngjes për të falur sabahun. Ai merrte abdes, shkonte te vendi i faljes dhe i bënte sejdë Allahut, e madhëronte dhe e falenderonte atë. Një zonjë e moshuar e shtëpisë i vërente për herë më me kureshtje shprehjit e tija të huaja. Pas disa ditësh, ajo e pyeti: "Çfarë po bën?" "Feja ime ma urdhëron këtë", ju përgjigj ai. "A nuk mund ta shtysh faljen njerësa të ketë dalë gjumi plotësisht?" Ai ju përgjigj: "Por Zoti im nuk e pranon namazin tim nëse e shty pas kohës së caktuar." Ajo tundi kokën dhe pohoi. Një vullnet që thërmon çelikun. Njerëz që as tregtia as shitblerja nuk i shpërqendron nga përmendja e Allahut e as nga falja e namazit. Një i vepruar i tillë buron nga vendosmëria e besimit, i cili i frymëzoi edhe magjistarët e faraonit. Ata u frymëzuan të besonin në Allahun, Zotin e gjithçkaje, në çastin kur pejgamberi Musa dhe faraoni ndodheshin përballë. Ata i thanë faraonit: "Për atë që na krijoi, ne nuk të japim ty përparësi ndaj argumenteve që na erdhën. E ti vendos atë që dëshiron." Kjo ishte një sfidë për faraonin, e cila s'ishte dëgjuar më parë. Papritur, misioni i tyre u bë përcjellja e mesazhit të vërtet e të fuqishëm islam tek ateisti kryelart. Sahabiu i pejgamberit Habib ibn Zeidi shkoi te Musejlemeja, profeti i Rem, për ta ftuar në islam. Si përgjigje, Musejleme filloi t'i priste gjymtyrët njëri pas tjetrit Habibit. Gjatë kësaj skene që u krye për ta torturuar Habibin, ai nuk qau, as bërtiti e as nuk u drodh. Gjerë në fund, ai e takoi Zotin e tij si shahid. Dhe shahidët janë me Zotin e tyre. Ata do të kenë shpërblimin dhe dritën e tyre.